ideologji ekstreme mund të atakojnë një shoqëri? Ideologjitë ekstreme janë të shumta dhe ka definicionet të shumta për to, nuk ka një definicion vetëm. Ekstremizëm konsiderohet në aspektin e ekstremizmit të krahut të djathtë, çdo gjë që është në skajtë së djathtës të krahut të djathtë. E njëjta vlen edhe për të majtën, po djathta ekstreme është kjo që definohet me përmbysje të vlerave dominante në shoqëri. Tash kjo përmbysja vlerave nuk është gjithmonë problematike, nuk është gjithmonë negative, se ndonjëherë ka nevojë mu shkund gjanat edhe me lëviz shoqënia, po këta grupet e ekstremit të djathtë janë të gatshme edhe për dhunë. Edhe kjo pak i dallon edhe prej gjanave, prej grupeve tjera, prej ekstremeve tjera, janë zakonisht kanë ndodhur për shembull kur janë se ka dhe radikal, ka dhe ekstremistat e djathtë, ka variacione të shumta, ka shumë mes qendrës edhe krahut, ka shumë nuanca, ka shumë ngjyra, dhe këto nuk është që qëndrojnë gjithmonë fikse, me thonë qendra gjithmonë qëndrojnë në qendër, krahu i djathtë gjithmonë pozitën e vet, po shkëmbejnë këto, shkëmbejnë mes vete, japin e marrin, lunë qendra me politika me ide të djathta, populiste. Tash fenomeni i ri është ekstremi i djathtë lunë me politika të qendrës, mënyrë që ta zgjerojnë bazën e përkrahësve. Për shembull ka me marr shembull Marine Le Pen në Francë, flet për drejtat e grave, mënyrë që të siguroj votë nga gratë dhe të marrë përkrahje nga gratë, po kur flet për gratë ajo thotë do t'i mbrojnë nga radikalët dhe ekstremistat islamik. Domethënë, edhe kur i mbron gratë, mbron me nuanca të fashizmit ose me ide fashiste brenda asaj. Domethënë, ka shkëmbejnë, nuk janë gjithmonë fikse, nuk rrinë gjithmonë nuk janë, se themi, të ngurta si koncepte, po janë koncepte fluide, edhe lëvizin e marrin. Këto grupet e ekstremit e djathtë janë mundet me qenë demokratike për shembull, po janë demokratike për popullin dominant. Do të thonë që zgjedhet partia, zgjedhet qeveria, po janë kundër drejtave të njerëzit, janë kundër drejtave të pakicave, janë kundër drejtave të grupeve LGBT, nganjëherë edhe jo nganjëherë, po shpesh janë edhe kundër drejtave të grave, siç po shohim sot u ndodh që kërkojnë mi rikthy drejtat që cilat gratë kanë fituar, sidomos për autonomitë e trupave të tyre, të shëndetin riprodhues. E kemi pa këtë debat me ligjin IVF edhe në Kosovë, edhe me kodin civil, domethënë krejt këto janë elemente të ekstremit të djathtë. Po në përgjithësi janë të karakterizuar nga mungesa e respektit, e konsiderojnë që ka një grup dominant i cili është superior dhe i takojnë drejtat krahasim me grupe tjera të cilat mund t'ju mohon drejtat në ekstrem, kur shkohet në politikat ekstreme, ndonjëherë edhe janë të gatshme më shtrudhun. Sa i frynë ose fuqizojnë këto ideologji partitë në veçanti, politika, sepse tani partitë janë diçka tjetër, ideologjit janë shumë më gjëra, po politikat ditore sa ndikojnë te fuqizimi këtyre ideologjive? Nuk po flasin këtë rast në Kosovë, sepse vërtet në Kosovë shpeshherë nuk është se kemi partitë përcaktuara dhe që në vazhdimsi zhvillojnë programet mbi një rrymë të drejtë, por në përgjithësi, gjithandej. Problemi është, ose një për problemeve, le të themi është nuk është ka një refuzim me pranu që mënyra se si zhvillohen gjanat në një shoqëri, në botë, në politikë, në çdo sferë, janë të komplikume, janë të ndërlikume, nuk ka gjana të thjeshta. Më thonë, edhe këta çka bojnë është që i thjeshtsojnë gjitha problemet në një problem të vetëm. Për shembull, nëse ka një problem social, politik, ose me marr shembullin më të fundit global, kur ishte pandemia Covidit, Covid-2019, gjitha problemet janë grupuar në këtë pandemi. Domethënë, pandemia ka shërbyer si një emërsi i përbashkët, për më thonë, kjo ka ardhur për shkak, ose në fakt, gjitha problemet janë ardhja e Covidit, pandemisë Covid, është spjegu përmes, duke thonë, le të themi, sepse po legalizohen martesat e burrave me burra, e grave me gra. Këtë faktor është përdorur kjo? Këto zakonisht ekstremistat e djathtë, ekstremi i djathtë e bën këtë sepse është metodë shumë efektive. Thonë, duke fillu prej nazizmit, kur i ka grupu gjitha problemet nën hebrejt, edhe i ka demonizuar ata si burimi problemeve
gjitha problemeve të Gjermanisë, madje të Evropës edhe globale. Edhe ata e ka thjeshtu çdo problem që ka ekzistuar në botë, çdo brengë reale që njerëzit e kanë pas në jetët e tyre, këta kanë thjeshtu duke thënë është fajt e hebrejnë për shembull. Këta është njëjtën e bojnë sot me imigrantët, njëjtën e bojnë me muslimanët për shembull, për nga vjen islamofobia, vazhdojnë antisemitizmi me qenë i njëjti cak, ose një cak i njëjtë siç ka qenë para 70-80 viteve. E bojnë me drejtat e grave, me drejtat e grupeve LGBT. Thjeshtsojnë nëse njerëzit kanë për shembull mundën me pas frikë reale për humbjen e vendeve të punës, për sigurimin e mbijetesës, për shkollimin e fëmijëve të tyre, për të ardhmen e tyre në përgjithësi. Vjen dikush edhe ju thot çdo problem që ti e ke është për shkak të këtij grupi, është për shkak të migrantëve. Edhe migrantët me një fjalë burimin e problemit. E thjeshtsojnë sepse ashtu është mënyra më efektive për ta me mobilizu masa. Edhe duke e paraqitur si problem, edhe duke i rrit frikën e njerëzve deri në atë pikë, saqë ata nga frika rreshtohen prapa këtij në grupeve populiste, sepse këta pastaj vetvete u prezantojnë si shpëtimtarë të kësaj shoqërie, si shpëtimtarë të popullit, shpëtimtarë të kombit, të vlerave kombëtare, të historisë, të çdo gjëje që është nën atak sipas tyre, thjeshtësohet edhe futet aty dhe nga kjo frikë njerëzit rreshtohen prapa tyre, edhe brengat reale pastaj që i kanë vazhdojnë me mbet njëjta. Po për shembull në Amerikë ndodh që njerëzit e kanë votuar Trumpin për problemet e tyre kanë vazhduar me mbet njëjtat. Po largohen emigrantët, po deportohen, por çmimet nuk po bijnë për kontrazi, po shtrëntohen. Domethënë ka një mashtrim të madh që ndodh dhe është thjeshtësim mënyrë që të gjenerohet përkraje, dhe është populizëm. Për një grup, për një lider, për një njeri. Në rregull,